Në çdo shtëpi shqiptare ka pasur një gjysh ose një gjyshe që gjithmonë e kishte një fjalë të urtë gati. Atëherë kur ishim fëmijë, ato fjalë na dukeshin të thjeshta. Donjëherë madje na dukeshin si përsëritje pa kuptim. Por sot, me kalimin e viteve, kuptojmë se ato ishin thesare që nuk i gjen në asnjë libër. Mos e harro rënjen, miku i mirë njihet në ditë të vështira. Bukas lyhet me bojë ishin fjalë të shkurtra, por brenda tyre kishte një jetë të tërë përvoje. Ata nuk kishin shkolla të mëdha, por kishin mençuri që vinte nga jeta, nga sakrifica, nga përballimi i kohëve të vështira. Dhe sa herë që përballemi me sfida sot, shpesh pa e kuptuar, kthehemi tek ato fjalë që na i than dikur, sepse ato nuk ishin thjesht këshilla, ishin busull, ishin trashëgimi, ishin pasuria më e madhe që gjyshërit na lanë. Dhe kush ka ende një gjyshe pranë, le të dëgjoj mirë çdo fjalë që thon, sepse një ditë do kuptoj se nuk kishte asgjë më të vlefshme se ato fjalë të urta.